Për shkak të funksionimit të bulevardit të Palmave dhe Agrumeve, pas shumë muajsh që ka funksionuar me dy sense qarkullimi, rruga Demokracia, e njohur si rruga e re, është kthyer si më parë. Në të ardhmen mund të qarkullosh vetëm në një drejtim, nga zona e Ish-Kapeles drejt hyrjes së qytetit, por jo anasjelltas. Për qytetarët e Vlorës të cilët kalojnë në këtë rrugë, vendimi është i drejtë, pasi ky segment ka përqendrime të larta të makinave. Qytetarët shprehen se kur kalonin në të, ishin të rrezikuar nga automjetet që vinin nga çdo anë, ndërkohë theksin e vendosin edhe tek masat më të ashpra, si dhe gjobat për ata që shkelin kodin rrugor. Kur shohin makinat që vetëm të po që pate vëmendjen ti vetë personalisht je në rruga po je rri, nuk ta hapin rrugën ata. Shoferat. Po pse do edhe ka ai e di transportit këtu në Vlorë është përgjegjës edhe kam në përgjegjës transporti. Për atë. Shohim që të vinë marrë për shumë ku kalon rrugën, të vinë makina nga të katërt anë. Në atë katër anë vinë. Dihesh i rrezikuar? Shumë bile. Se këto makina, këta shoferët që janë këtu, janë ata të vjetrit edhe rrugën se lëshojnë, nuk e lëshojnë fare. Duhet marrë masa? Duhet marrë. Çfarë duhet bërë? Ja, si që janë këtu, janë 2-3 shofera këtu, që janë të mirë, shkojnë në Karabashi, në rrugë e vjetër. Duhet ta shpërsuar ligji, ndoshta më shumë gjoba? Po, gjoba, ata e rregullojnë me gjoba me ata, se ata janë vetë, japin në lekloj tuti, ka shumë gjëra. Pyetja e fundit, kjo rrugë tani është kthyer me një kalim, domethënë vetëm po. Si është si vendim? Si nuk është mirë. Janë riparuar rrugët dhe po riparohen. Jo, duhet të bëj një pyetje. Po. Shohim që përgjatë rrugës së re që jetojnë shumë makina që vinë nga çdo anë. Duket qarkullimi ndoshta në kaos, pra ka shumë larg. Jo, nuk e kam parë, ngarke s'ka. Po duhet të gjejnë vetë ata një zgjidhje. Duhet të gjejnë vetë këta të një zgjidhje të urbanistikës. Po që në një gjë nuk ka ndodhur, është shumë mirë. Ti për shembull, po të isha në urbanistik, çfarë zgjidhje do gjeje? Po unë duhet të studioj shumë, të mendoj mirë. Kjo rrugë prej pak ditësh është kthyer në kundravajtje, në kuptim që mund të qarkullosh vetëm në një drejtim. E shes si vendim pozitiv? E bëjnë dhe në halli, sepse këta të ndërmarrjeve duhet i regjistrojnë dhe inxhinierat të punojnë çik më shumë e më mirë. Duhet të shmangin dhe aksidentet. Po të punojnë mirë, sigurisht që shmangen edhe aksidentet. Shumë nga kërë, shiko. Rrim aty neve me aty, rrim një orë atë që 5 murbajnë në vi. Ka shumë makina të besoj. Makina, ka më shumë makina se njerës. Shumë makina se njerës. Po. Kur kalon rrugën, besoj mjetet të vinë nga të katërta anët, apo jo? Ku me rëdhe, ja shikom çdo këra pa të kalosh. Kthe pa kalo aty. Je i rrezikuar? Jesh i rrezikuar? Qysh ndjema? Sidomos neve. Neve na merë një bish makina aty hop aty edhe te. Çfarë duhet bërë për ta shmangur këtë situatë? Po çfarë do bësh? Siç e ka zënë këta s'bën asgjë. Është marrë një vendim që kjo rruga këtu që ne jemi deri në fund të jetë vetëm me një drejtim. Do të thënë vetëm të vend, me pak fjalë. Është mirë si vendim? Po kështu ka që me një vendin tu ti zbinin tu. Po, ishte një periudhë vajtje ardhje, tani është pezulluar prapë. Po ja pezulluar se bëra rruga ndeja. Do me ti e shes si vendim pozitiv, do të sjellë gjë të re? Po nashin e ata për mirë përpiqen, po shikojmë se do vej fundi. Ka dhe trafik, ka dhe lëvizje, edhe... Është problem për ju, kur kaloni? Për të gjithë, jo për mua. Po për gjithë. Jesh i rrezikuar? Edhe frikë. Po, pa merak, duhen marrë, pa tjetër. Pozitiv, po, mund tjetë, po të riparojnë të rregullohen. Unë edhe i den se ka mirë, po, duhet të rregullohen. Shumë mirë janë, por nduar se ka shumë jetë. Si punë e njerëzve që ka shumë njerëz që vinë vërdavë. Po vinë se ashtu është ndërtuar. Ashtu e ka ndërtuar. Masa do i marrë ai që ka ndërtuar, jo unë. Po më një drejtim është. Ardhja kështu dhe dilet ati krau. Pozitiv është, shumë e mirë është, nuk ka
Si ta thuash, nuk ka trafik shumë, ecën, ai vetëm i krah. Në hyrje të segmentit rrugor, por edhe në dalje të tij janë vendosur tashmë tabelat që sinjalizojnë ndryshimet në qarkullimin rrugor. Gjithashtu nuk do të lejohet të qarkullosh nga rruga e Spitalit drejt kryqëzimit që të nxjerrë për tek xhamia e qytetit.